Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur prej disa ditësh përgatitjen e materialeve zgjedhore për votuesit në diasporë, të cilët për herë të parë do të mund të votojnë për përfaqësuesit e tyre në Kuvendin e Shqipërisë, pa qenë nevoja për të udhëtuar drejt vendlindjes. Kësaj këtë të hënë KQZ ka nisur dërgimin e materialeve të votimit që përfshin zarfat dhe fletën e votimit për emigrantët e regjistruar, që janë pjesë e qarqeve Berat e Dibër. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, emigrantët janë të rekomanduar që brenda 3-4 ditësh nga mbërritja e fletës së votimit ta plotësojnë atë dhe ta ridërgojnë me postë, duke u lidhur me korrierin e tyre, i cili do të paraqitet për ta marrë ato sërish në adresën e tyre, ose do të mund ta dërgojnë personalisht në postën më të afërt. Nga ana tjetër, për efekt të përshpejtimit të procesit, mësohet se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të nisë me postë çdo ditë në mëngjes materialet që janë të gatshme për t'i dërguar diasporës, aq sa janë përgatitur nga administrata që po merret me përgatitjen e këtyre zarfave. Sipas kreut të këtij institucioni, Ilirian Celibashi, brenda datës 17 deri në 18 prill, pritet që të ketë përfunduar dërgimi i fletëve të votimit për emigrantët, të cilët më pas do të duhet, brenda 3 deri në 4 ditë, t'i plotësojnë dhe ridërgojnë në Shqipëri. KQZ do të konsiderojë të gjithë zarfat që do të hyjnë në Shqipëri deri në orën 19:00 të datës 11 maj.